Mirë se erdhët. Sot do të hymë në një territor disi të vështirë. Do të përballemi me një ide që, sinqerisht, është thellësisht shqetësuese. Një ide që vën në dyshim vetë themelin e mënyrës se si mendojmë dhe sidomos se si i justifikojmë veprimet tona. A jemi vërtet krijesa racionale apo thjesht mjeshtra të justifikimit të frikëson? Ky citim i atribuohet shpesh mendimtarit Albert Camus dhe o Zot, sa thellë godet. Ai e shën krejtësisht idën tonë të rahatshme se ne fillimisht mendojmë, arrim në një përfundim logjik dhe pastaj veprojmë. Përkundrazi, ky citat sugjeron një të vërtet shumë më të errët. Ndoshta mungesa e veprimit vjen e para dhe filozofia vjen pasaj, si një shërptore. Dhe kjo na sjell te pyetja thelbësore e ditës së sotme, një pyetje që ndryshon gjithçka. Po sikur ne fillimisht të ndjejmë frikë, zili, mëri, dhe pastaj me një zgjuarsi të pabesueshme të ndërtojmë sisteme të tëra mendimi vetëm për të justifikuar ato ndjenja. Po sikur filozofitë tona të mos jenë një kërkim fisnik për të vërtetën, por një mburojë sofistikuar për dobësitë tona. Pra, ja si do të ecim. Do të fillojmë me këtë ide shqetësuese. Pastaj do të heqim maskimin e madh. Do shohim 5 fytyra tipike të këtij fenomeni, se si bëhet problem social, dhe në fund si të gjejmë guximin për të parë qartë. Mirë, le të zhytemi menjëherë. Kujdes, Camus nuk po sulmon filozofin, as pak. Ai po sulmon një version të bastarduar të saj, atë që mund ta quajmë filozofim me qëllim të keq. Pra, përdorimin e ideve jo për të ndriçuar realitetin, por për të fshehur motivet tona të vërteta dhe për të justifikuar paralizën tonë. Dhe ja ku është thelbi i gjithë mekanizmit, është le të themi procesi ku ne shpikim parime. Për çfarë? Për ta bërë një ndjenjë të papërpunuar si frika të duket racionale, fisnike, madje moralisht e nevojshme. Pra nuk themi do të kam frikë, por çfarë themi? Po tregohem realist? Nuk themi po vdes nga zilia, por po kritikoj privilegjin. Është një shfaqje teatri që i vëm në sken vetes son. Dhe kjo tabele tregon kaq bukur, shikoni pak. Në njërin anë ke ndjenjën e fshehur, atë motivin e vërtet, frika. Dhe në anën tjetër, maskimi publik, maturi, realizëm. E kuptoni, zilia, një emocion toksik që askush do ta pranoj, çfarë bëhet? Bëhet drejtësi, kritike privilegjit. Është si një shfaqje teatri ku ndjenjat tona vishen me kostume intelektuale. Shkëlqyeshëm. Tani që e kuptuam mekanizmin, le t'i japim fytyrë. Do të shohim 5 shembuj klasik, 5 arketip, që e përdorin këtë art të vetë mashtrimit në mënyrë perfekte. I pari dhe ndoshta më i zakonshmi, frikacaku. Ndjenja e thjeshtë është kam frikë. Frika nga dështimi, frika se mos tjerët tallen me ne, veprimi na bën të prekshëm dhe çfarë ndodh? Ky person ndërton një kështjell filozofike, një filozofi skepticizmit total. Të gjitha kauzat janë të korruptuara, asgjë nuk ja vlen, tingëllon shumë intelektuale apo jo. Por në fakt, shpeshherë është thjesht një alibi e sofistikuar për të mos bërë asgjë. Tjetri, ziliqari, zilia, është ndoshta ndjenja më kreative kur vjen puna te justifikimet morale, sepse ajo nuk del kur në dritë me emrin e saj të vërtet. Ziliqari nuk e përballon dot suksesin e tjetrit, sepse i vret syt, i kujton atë që ai nuk ka, por a e pranon. Kur, përkundrazi, ai e moralizon dhimbjen, ai thot unë po luftoj për barazi ose po demaskoj privilegjin, por kujdes, qëllimi i tij i fshet nuk është që të gjithë të ngrihen lart, jo, është që ata që janë lart të rrëzohen poshtë. Pastaj kemi shpirtin e mërzitur, atë që mban mëri. Ky person ndihet i lënduar nga bota, dhe shpesh ka arsye për këtë, por problemi fillon kur ankesa bëhet identiteti i tij. Ai nuk kërkon më të vërtetën, jo, ai kërkon vetëm konfirmim për zemrimin e tij. Dhe kështu ndërton një botkuptim të zymt ku çdo vepër e mirë është hipokrizi, çdo gjest bujarie ka një motiv të fshehtë. Ky cinizëm total nuk është mençuri, është një mburojë për të mos u lënduar më kurrë. Arketipi i katërt, përtaci. Dhe këtu nuk flasim thjesht për atë që nuk i pëlqen të lëviz nga divani. Jo, kjo është një përtaci me thellë, një përtaci shpirtërore, refuzimi i përpjekjes, i disiplinës, i angazhimit afatgjat. Dhe si e justifikon? Ai krijon një filozofi të tërë rreth spontanitetit dhe autenticitetit. Angazhimi është burg, thot ai, unë do t'jemi lirë. Por në të vërtetë, kjo liri është thjesht një emër i bukur për paaftësinë e tij për të përkushtuar ndaj diçkaje. Dhe i fundit krenaria. Thelbi i krenarisë është urrëtia ndaj varësisë. Të kesh nevojë për dikë tjetër është poshtrim. Kështu që kur krenaria lëndohet, çfarë bën? Ajo krijon teori për të mbrojtur veten.
Mund të jetë një filozofi përbuzie ku të gjithë të tjerët janë turma mediokre, ose mund të jetë një ideologji e vetëmjaftueshmërisë absolute. Unë s'kam nevojë për askënd, por a e dini çfarë? Të duash dikë kërkon guxim, të bashkëpunosh kërkon guxim. Krenaria pra shpik doktrina që e bëjnë këtë guxim të duket si dobësi. Mirë, i pam këta personazhe, por ja ku bëhet edhe më e frikshme. Këto justifikime private nuk qëndrojnë private për shumë gjatë. Ato mund të përhapen dhe të infektojnë një kulturë të tërë. Kur shumë njerëz fillojnë të përdorin të njëjtën buroj, frika jon personale merr bekimin e shoqërisë. Dhe procesi zakonisht ndjek këta 3 hapa. Hapi i parë, dobësia moralizohet, frika private fillon të quhet maturi publike. Hapi i dytë, gjua përmbyset, papritur guximi fillon të etiketohet si i pamatur, ndërsa disiplina si shtypse. Dhe hapi i tretë, finalja e madhe, vlerat kthehen përmbys. Përsosmëria bëhet diçka e dyshimte, diçka për të cilën duhet të kërkosh falje. Ndërsa zilia, ajo ripaketohet edhe shitet si drejtësi sociale. Imagjinoni pak, një shoqëri që i druhet përsosmërisë, sepse përsosmëria kërkon punë dhe krijon dallime, çfarë bën? Ajo mund të fillojë të festojë mediokritetin dhe bën këtë në emër të përfshirjes. Apo një shoqëri që ka frikë nga sakrifica mund të ndërtojë një kulturë të tërë rreth rehatisë së pafundme. Këtu idet nuk shërbejnë më për të kuptuar botën. Ato shërbejnë për ta fshehur atë. Pra, a ka një rrugdalje? A jemi të dënuar të jetojmë në këtë cikël justifikimesh? Përgjigjja është po, ka një rrugdalje. Por antidoti nuk është ndonjë heroizëm si në filma. Është një formë guximi shumë më e qetë dhe ndoshta shumë më e vështirë. Le ta ripërkufizojmë pak fjalën guxim për një moment. Guximi nuk është të mos kesh frikë, të gjithë kemi frikë. Frikacaku, siç e tham, është ai që frikën e tij e kthen në filozofi. Guximi i vërtet, ai guximi intelektual, është thjesht vullneti për të parë veten qartë, pa e droguar veten me justifikime. Është thuash, po, e ndjej këtë frikë, por nuk do ta lejoj atë të shkruajë rregullat e jetës sime. Dhe kjo na sjell te disa pyetje shumë të thjeshta por thellësisht të vështira që mund t'ja bëjmë vetes. Kur themi po tregohemi të matur, a është vërtet maturi apo është frikë e maskuar? Kur kritikojmë suksesin e dikujt tjetër, apo kërkojmë drejtësi, apo po flasim nga pozita e zilisë? Kur themi jam bërë cinik nga mençuria, a është mençuri apo është thjesht lodhje dhe mëri? Këto pyetje djegin pak, por vetëm duke kaluar nëpër këtë zjarr, mendimi ynë mund të bëhet i ndershëm. Dhe kjo na sjell në pikën e fundit. Në fund të fundit, filozofia, të menduarit, mund të luajë 2 role krejtësisht të kundërta në jetën tonë. Mund të jetë një mbrojtje ose mund të jetë një pasqyrë. Dhe janë ndryshime. Filozofia si mbrojtje justifikon atë që ne tashmë ndjejmë. Ajo e kthen paaftësinë tonë në pafajësi, na jep alibi të rehatshme. Ndërsa filozofia si pasqyrë, ajo bën pyetjen e vështirë. Cila është e vërteta dhe çfarë kërkon ajo prej meje? Ajo ekspozon frikën tonë. Ajo kërkon përgjegjësi. Njëra na mbyll brenda mureve tona mbrojtëse, tjetra na jep çelësin për t'u çliruar. Dhe kjo është ndoshta ideja më e rëndësishme për të mbajtur mend. Dinjiteti ynë si qenie njerëzore nuk qëndron te pasja motiveve të përsosura. Askush nuk i ka ato. Të gjithë kemi dobësitë tona. Dinjiteti qëndron te aftësia për t'i parë në sy këto motive të papërsosura, pa u dorëzuar para tyre, pa i kthyer ato në ligj, sepse në fund e vërteta mund ta lëndojë egon ton, por është vetëm gjë që mund të na bëjë të lirë. Edhe kështu, do ta mbyllim me këtë pyetje për të reflektuar. Filozofia personale se cilit prej nesh, sistemet tona të besimit, a janë një mbrojtje apo një pasqyrë? A i përdorim idetë tona për të mbrojtur nga jeta apo për të përpallur me të me më shumë ndershmëri? Përgjigja, në heshtje, përcakton gjithçka.